Mësues, asnjë shërbes nuk e bekoi jetën tonë më shumë se mëkimi i shpirtit tuaj me dritë. Pavarësisht çdo ngallënimi që ju duhet për të përmbushur misionin tuaj, mbeteni më të dinjitetshmit e betejave të dritës ndaj errësirës, të qëllimit ndaj së të pamundurës. Pavarësisht kohëve që kanë ndryshuar dhe një tendence dashakeqe për të denigruar deri në asgjësim rolin tuaj. Pavarësisht keqpërdorimit që i bën shteti duke katandisur mësuesin në një rrogtar dhe institucionin e shkollës në një celulë partijake, pavarësisht trajtimit financiar i cili konsiderohet si përmbyllja përfundimtare e problemeve me të cilat ndeshet heroikja juaj e përmbushjes së detyrës, ndërkohë që është vetëm gërma e parë e alfabetit të ligjërimit të mësuesisë, pavarësisht mënyrës se si nxënësit e zhbëjnë çdo ditë e më mizërisht nevojën për të gjetur dhe pranuar pranë jush një shteg për të ardhmen, pavarësisht paragjykimit të kthyer në një kor kakofonik të folklorit ku degeneron opinioni për punën tuaj, pavarësisht të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive që përbëjnë panoramën e plotë të bashkëpunimit mësues-nxënës prindër, të cilët pranohen gjithnjë më pak dhe kuptohen për herë më keq. Pavarësisht trajtimit jo korrekt të prindërve në marrëdhënie me sfidat tuaja të çdoditshme me nxënësit dhe nevojës për të gjetur një mirëkuptim dhe bashkëveprim. Pavarësisht se në ngërçin e zgjidhjes së problemeve që lindin nga moskonsiderimi i përfshirjes së nxënësve në mësim-nxënje, ju gjendeni gjithnjë fajtor, pavarësisht se çdo ditë më pak konstatohet vlerësim dhe mirënjohje për sfidat me të cilat ju përballeni për të qenë për fëmijët tanë një portë e hapur, një mundësi, perspektive, pavarësisht se shumë çka ju bëhet pengesë për të vijuar të mbroni dhe të përfaqësoni mësuesin ngallënjës si prijes i zotërimit të dritës dhe qëllimit të sublimes, pavarësisht humbjes së shpresës, zhgënjimit dhe demotivimit me të cilin ju ndesheni si me një demon për të besuar në aspiratat që ju kanë udhëprirë deri te shërbestaria e qëllimit tuaj të lartë, pavarësisht gjithë këtij ndëshkimi Sizifit që ju sfilit dhe bën më të fortë në qëndresën tuaj, ju dëshmoni çdo ditë e më me vetbesim se meritoni të jeni të denjë për adhurim. E ardhmja e shoqërisë është në dorën tuaj. Kjo është ajo që angazhimi juaj e bekon me shenjtërinë e misionit që keni marrë përsipër të përmbushni. E nesërmja fëmijëve tanë jeni ju që mëkuat atij që pikoi nga qielli energjinë për t'u hedhur në krahët e qiellores së dritës dhe dijes.